Qa të kështë bërë ndryshe, sot? Do, isha si pak më fake. Veçaka, jo, veçaka. Ndoshta do të kisha pasur një mburoj pak më të lartë. Nuk do kisha treguar disa gjëra që ndoshta unë kam menduar se po jap një mesazh me ato, apo po tregoj një vështirësi që shiko se njerëzit janë shumë çuditshëm. I kalojnë po të njëjtat gjëra jashtë pa kamera, po kur e bën dikush përpara kamerave, ua, ç'a tha kjo? Ua, çfarë bëri kjo? Po patjetër. Parë. Asgjë që ju nuk bëni jashtë. Është si qortimi që i bëjmë fëmijëve, nëse ti në shtëpinë tënde mërzitesh nga bebi jot dhe i thua, a ka mundësi të flesh se po vdes? Dhe kjo nuk xhirohet, shikohet nga dikush që është në shtëpi me ty dhe është krejt normale. Meqenëse ti e xhiron këtë sekuencë dhe e hedh në rrjetet sociale, ti je nëna më e keqe në botë. Dhe ti nuk ke të drejtë që të tregosh lodhjen tënde, raskapitjen që ke nga fëmia dhe nga çdo gjë tjetër, sepse kjo të bën një nën shumë të keqe. Kështu që patjetër që media dhe rrjetet sociale sot amplifikojnë çdo gjë. Për të parë programin Me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.